Vllaznia nuk e diskuton fitoren as në Elbasanit kryesues, mjaftoi goli i Agos që kuqeblut e merrin 3 pikë përballë kundërshtarit në sitën e zhvilluar në Stadiumin Lor Boriçi. Trajneri i Vllaznisë u shpreh se në pjesën e parë duhet shënoni më shumë gola, ndërsa i Elbasanit theksoi se skuadra e tij luajti më mirë në pjesën e dytë. Normalisht kena bërë mirë, kishim mujtë të bëhe më mirë, sepse edhe golin që kena hënë minutat të fundit, më duhet akoma kam mendjen aty. Nesër me Dinamon prapë kena bërë mirë, në përgjithësi jam i kënaqur. Por është vetëm fillimi, duhet karikojmë bateritë këto 2 javë, ta shijojmë këtë vend dhe më punojmë shumë për me memojnë, sepse me memojnë është më vështirë se me kohë. Unë them që ishte një ndeshje që pjesa parë u duhet me bëra disa gola të tjerë, me shumë raste edhe fati nuk është me djep. Pjesën e dytë luajt me shumë racional, më edhe më luajt edhe mi dhan terren që mi godit me kundërshtim, sepse lidha mungesa lojtarëve që kishim në kënd. Por gjithsesi, unë mendoj që djem bëni ndeshje të mirë, vujtëm në fund, po vujtja kur e mbyll me këtë rezultat, vujtja është e mirë, sepse ka ditë që duhet shtrëngohesh, s'duhet pësosh gol, dhe djem të bënin perfekt, bravo qoftë. Do ishte shumë shpejt dhe flasim edhe për kreu tabelet. Patjetër ishim me përgatitur ndeshje do provojmë të fitojmë edhe deri në vendit parë. Por mund të them edhe sot Shkodra meriton ishte skuadra me mirë në pjesa parë, tregoi shumë cilësi edhe tregoi një dëshirë do fitojnë ndeshje, dhe të unë pëlqeu nga Vllazni pjesa parë. Pastaj pjesa dytë neve ishim me mirë dhe rregullojmë shumë gjërat. Nëse neve shikojmë rastet për golat, prap Shkodra ishte me shumë, neve ishim me pak, por doshta neve mund të bëjmë edhe një surprizë pjesë dytë, sepse edhe neve ishim afër të shënojmë një gol. Ndërkohë lojtari i ndeshjes u shpall Lerin Kastrati, i cili u shpreh se këtë vit Vllaznia duhet dal kampion. Më shumë jam i lumtur se i morëm 3 pikë dhe tash jemi në vend parë, kështu që kemi tash 2-3 ditë pushim, po nuk duhet më gëzu. Vetëm se kemi fitu këtë ndeshje, po duhet me mbajt vendin e parë, kështu që s'kemi shumë kohë për me festu. Normal kemi rraf e gnati ndeshjen e parë, fitum tash me Elbasanin edhe jemi tu tregu se jemi lider kryesor, kështu që duhet po thamë ndër, duhet ta marrim ndeshje pas ndeshje edhe vetëm të luajmë kështu si kemi luajtur këtë ndeshje. Besojmë se duhet të dalim këtë vit kampion, sepse kemi me të vërtet grupin shumë e mirë, stafi i trajnerave janë shumë të mirë edhe vetëm duhet me vazhdu kështu. Edhe kur i shikojmë kundërshtarin dukemi shumë më mirë, po të them futbolli është i tillë se nuk fiton gjithmonë më i miri. Mundemi me humbë një ndeshje shumë të lehtë, kështu që trajneri çdo ditë tu na motivu, edhe nuk po na lëm me ngre shumë kokën lart, edhe jemi vetëm të fokusuar çdo ndeshje, kështu që jam shumë i lumtur. Me këtë fitore Vllaznia i merr Elbasan vendin e parë duke kryesuar me 13 pikë.